u gjetëm? Është hera e parë që jeni në Zhurma Show. Hera e parë edhe me shumë kënaqësi, edhe publiku këtu që ka i mrekullueshëm duhet të marrë më shpesh në Gjilan. Po ju presin mirë kosovarët apo? Unë po vdes të vinë në Kosovë, me ta thënë drejtën. Kisha mundësi çdo ditë kisha nejt këtu. Jeni edhe të nominuar. Po, jam e nominuar të një kategori, po më shumë për qef. Kurse duke pa gjitha ato angazhime, gjitha ato obligime që keni, faleminderit që keni gjetë kohën edhe që keni ardhur Juve, është kënaqësi, sidomos atmosfera këtu në fillim që nga shumë e mirë, shpresoj që e njëjta gjë do të jetë edhe brenda. Nuk ju pyeta se kush është për kujdes për juve. Vetë. E kemi zakon. Vetë kemi dëruar me pak fjalë. E shumë bukur po dukeni gjithsesi. Faleminderit shumë. Vjen nga Tirana e bukura, më e mira gjithë. Tarbe për gjithë fjalët, nuk e di sa i meritoj, po jem menduar në ka gjithë të punë. Mirë, unë fakt jam mësuar ta bëj këtë punën që t'jem skenë dhe të prezantoj para gjithëve, po ky që ka emocion ndryshe dhe praktikisht ky është mimi im i parë. Kështu që faleminderit Zhurma Show.